Sot u përkujtoa kur 26 vjetori rënjes në Koshar i dëshmorit Sinan Thaçi nga Zojzi i Prizrenit. Në Koshar atje 26 vite më parë u zhvilluan luftime të ashpra në mes të forcave të UÇK-s dhe forcave serbe, saktësisht tek vendi quajtur Rasa e Zogut, ku zhvilloheshin luftime të ashpra ballë për ballë me forcat armike serbe dhe ruse. Sinani dhe shumë bashkëvendas të dëshmorit mobilizohen për të marrë pjesë në luftën për lirinë e Kosovës. Fillimisht sistemohen në Kalimash për të përfunduar ushtrimet dhe përgatitjet për të marrë pjesë në betejën që zhvillohej në Koshare. Sinani në Kalimash emërohet komandant Togu dhe pasi mbaron përgatitjen për luftën më 14 prill, së bashku me Togun e tij dërgohet në vijat e frontit në Koshare për t'i dalë në ndihmë bashkëluftëtarëve të UÇK-s, të cilët bënin luftë ballore me forcat ushtarake paramilitare serbe. 29 prill të vitit 1999, heroi Sinan Thaçi bie heroikisht në fushën e nderit për të mos vdekur kurrë në vendin e quajtur Rasa e Zogut. Sot bashkë me përkujtimin e këtij 26 vjetori u shënua dhe dita e shkollës së këtij fshati që mban emrin e këtij dëshmori. 29 prilli i vitit 1999 është ditë e dhimbjes, ditë e lotëve, por njëkohësisht e krenarisë, ditë e fitorëve të mëdha, ditë e lirisë, ditë në cilën dëshmori Sinan Thaçi ra heroikisht duke u bë themel i shtetit Kosovës bashkë me shumë dëshmorë të tjerë që ban dritë për lirinë e Kosovës. Pra, mes lotëve, dhimbjeve, i kujtojmë gjithë dëshmorët, kujtojmë martirët e fshatit, Hamit Thaçin, Fadil Shalën, Shashir Bytyqin, Qazim Elshanin nga fshati Medvec, të cilët u masakruan barbarisht nga banorët serb në fshatin tonë. Pra, mes këtyre vuajtjeve, i kujtojmë gjithë dëshmorët, gjithë martirët, veprimtarët, veteranët që janë gjallë, duke i falendëruar të cilët në epokën më tertë të vendit tonë, të popullit tonë, ata u ban dritë, rrokën armët dhe kërkuan liri, ja vdekje, ja liri. Ja që sot e gëzojmë lirin, prandaj ju falenderoj gjithëve, lavdi gjithë dëshmorëve. Kjo datë është shumë ngushtë e lidhur edhe me dëshmorë, edhe me ditën e shkollës, sepse 29 prilli është dita ku shkolla emërohet me emrin e dëshmorit Sinan Thaçi dhe njëkohësisht pavarësohet si shkollë e plotë. Procesi mësimor në shkollën Sinan Thaçi zhvillohet në kushte shumë të mira. Për veprën e dëshmorit ka folur edhe kryetari i fshatit Durak Thaçi, kurse në emër të komunës së Prizrenit ka përshëndetur nën kryetari i komunës Kujtim Gashi, i cili tha se kjo datë nuk është rënia e këtij dëshmorit, por ngritja në pedestalin e pavdeksisë. Në këtë tubim me shënimin e 26 vjetorit rënjes së dëshmorit Sinan Thaçi, i cili ra në Kosharën legjendare, pikërisht në Rasën e Zogut. Unë nuk dua të shohëm shumë në historikun e Sinanit, sepse e thanë para folësit e mi, e tha dhe drejtori i shkollës, sepse edhe vinë nga familja e dëshmorit, por dua t'ju them që falë gjakut tyre të dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, të gjithë atynve që kanë qenë aktiv në luftën heroike të ushtrisë shërbimtare të Kosovës dhe ata të cilët e kanë ndihmuar luftën, lavdi të gjithë atyre për kontributin e dhënë. Sot jemi mbledhur këtu në fshatin Zojs për ta përkujtuar me nderim të thellë jetën dhe veprën e dëshmorit ton të paharruar Sinan Thaçi. Birit këtij vendi që me gjakun e tij e shkroi një faqe të lavdishme të historisë tonë. Sinani nuk ishte thjesht një djalë i Zojzit. Ai ishte bir i lirisë, njeriu që nuk duroi robrin, por as padrejtësinë. Ai ishte ndër ata që zgjodhen armën përballë nënshtrimit, idealen përballë frikës dhe vdekjen përballë turpit të heshtjes. Rënia e tij nuk ishte fund, por fillim. Fillim i një kapitulli të ri të ndërgjegjës tonë kombëtare. Me gjakun e tij, ai u jiti lirinë që sot ne gëzojmë. Dhe për këtë, ai do të jetojë përgjithmonë në zemrat tona. Në kujtesën tonë kolektive,
dhe në mësimet e secilit nxënës të kësaj shkolle, e cila me krenari mban emrin e dëshmorit Sinan Thaçi. Në këtë ditë shënuar, kur festojmë edhe ditën e shkollës, le të kujtojmë se liria që na mundsoi Sinani me bashkëluftëtarët e tij na obligon të ndërtojmë një të ardhme më të mirë për fëmijët tanë dhe për këta nxënës të mrekullueshëm që i kemi sot këtu. Sot, kjo shkollë ndriçon rrugën e brezave të ardhshëm, rrugën e dijes, të respektit dhe të dashurisë për atë dheun. Le ta bëjmë këtë shkollë një vatër të dijes dhe të krenarisë tonë kombëtare, një vend ku kujtohet dhe nderohet gjithmonë sakrifica për liri. Ne nuk mund ta kthejmë më Sinanin në mesin tonë fizikisht, por ne mund dhe duhet të kujdesemi që emri dhe vepra e tij të mos harrohet kurrë. Ai është shembull i sakrificës më të lartë, frymëzimit për brezat që vinë dhe për një thirrje për të mos lënë kurrë lirinë në harresë. Urime dita e shkollës, lavdi për jetë dëshmorit Sinan Thaçi, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Kurse dhe drejtoresha arsimit në komunën e Prizrenit Lulieta Vesilaj Gutaj, sot ka përshëndetur të pranishmit dhe arzëtuar se nuk do të mungojnë as investimet në shkolla, sepse këto shkolla janë e ardhmja e këtij vendi. Përballë nesh në këtë ditë dhimbje, po njëkohësisht edhe krenarie, shohmi folin e dijes aty ku mbillet ndjenja e atë dhe dashurisë, ku mbillet ndjenja e qytetarëve të dend, dhe përballë shkollës kemi herojnë e kombit ku nxënësit tanë çdo ditë e shohin e kujtojnë dhe mësimdhënësit tanë mbjellin ndjenjat e atë dashurisë se si duhet të duhet vendi, si duhet të luftohet për vendin e vet dhe si duhet të mbrohet atë dheu. Shkolla Sinan Thaçi mbetet sinonim i shkollave të cilat me kujdes nxjerrin qytetar të dend, përgatisin profesionistë të fushave të ndryshme, shkollë e cila ka shkruar histori dhe ka kujdes të veçantë ndaj vlerave atletare. Dhe kjo nuk do të ishte mundur pa objektivat të qarta të shkollës, drejtorit të shkollës dhe stafit mësimdhënësve. Kështu që unë jam falëndërues dhe mirënjohës për punën e mirë që bëni çdo ditë në këtë shkollë, ju siguroj dhe ju them këtu që drejtoria e arsimit do të kujdeset çdo ditë për t'i ruajtur dhe kultivu këto vlera, po dhe për të kriju kushte edhe më të mira se sa që i kemi, që ta zhvillojmë një proces sa më të mirë edukativ dhe arsimor. Në fund, në emër të shoqatave të dala nga lufta ka përshëndetur Isa Berisha, kryetari OVL-s në Prizren. Sot jemi të vuar për ta përkujtuar dëshmorin e kombit, herojin e Kosovës Sinan Thaçi dhe ditën e shkollës të fshatit Zojs, ku e mban edhe emrin e herojit Sinan Thaçi. Për të përkujtuar dhe nderuar më të merituarit të cilët e dhanë jetën për lirinë e Kosovës, u tha shumë. Kështu që neve na mbetet vetë se t'i përkujtojmë, t'i nderojmë dhe t'i respektojmë. E di që kur vinë këto data të rëndësishme, sa të lavdishme, po edhe të dhimbshme, por një gjë duhet të dim që objektivi i gjithë përpjekjeve shekullore që bëri populli shqiptar u arrit në sajt sakrificës të dëshmorëve. Kështu që familjarët të dëshmorëve duhet të jeni krenar, pasi që ne sot e gëzojmë këtë ditë që e kemi. Mësimdhënës dhe drejtori ju uroj suksesin e të ardhmen, duke ditur që kjo shkollë e mban emrin e një herojit Kosovës dhe duhet se sa më mirë dhe sa më dinitetshëm ta gëzoni këtë emër të dëshmorit. Në këtë përkujtim dhe ditë shkolle ishin të pranishëm edhe ish luftëtar të dëshmorit, si dhe komandanti brigadës 125 Nehat Basha, bashkë me shumë bashkëluftëtar të lirisë, drejtor të shkollave të Përdrinis dhe mysafir të tjerë.